Oh my god, çka mi ka bo fytyrës. Sot jam kanë të Dermafacial Aesthetics, mi bo 2 tretmane, edhe ma ka shpu këtë fytyrën, ama me të kast. Po t'ja nisëm të fillimi, se një herë ja na fillu me bo një tretman që e boj gjithë, që është BioRepeal. Unë kam shumë problem me lëkurë të vdekur, shumë lëkurën e thotë, tërtë, edhe që kjo kejtë ta hek qatë lëkurën e vdekur. Mas do dite, fytyra jote shkëlqen, është ma hidratume, edhe ketë aja lëkura e vdekur, ketë ato senet e këqia tu kanë pas trupi fytyrës. Seni dytë që e kum bo për hirë parë, do me thonë qëto të Dermafacial Aesthetics, është Dermapen thirët. E që kjo Dermapeni i bën do mikro shpime në lëkur, që të mikro shpime i jopin sinjal lëkurës, mu përmisu, do me thonë mu ndriq kejt, stimulon kolagenin. Kolageni është seni kryesor që vjen kur është puna të fytyra. Mundet minimu me akne, me shenjat e akneve. Unë s'kam problem me akne, unë ma shumë kam problem veç që kam fytyrën e tërtë, shqetësika të më herët. Mas procedurës një 24 orë më ka nejtë fytyra e kuqe. Sot jemi nështë një 5 dit mas tretmanit, edhe ja. E nola kejt filtirin edhe kejt sanët për shme po pak teksturën e fytyrës. Do me thonë mesi e bon që Dermapen kime pos ma pak pore, ma pak vija në fytyrë. Se që shqetësika dhe me heret, kur shpohet që kjo lëkura, po t'inglon e frekshme, po nuk është kur gjona i sen, do me thonë me qëto pickime të vogle që të bo në fytyrë. Lëkura ta na mendon që hej, okej, diçka u prish, do me thonë do të më regeneru, do të më ndreq. Ta na prodhon ma shumë kolagen, edhe një hormon tjetër që thirret elastin, do që e bon fytyrën ma elastik. Më duket kombinimi që ty në 2 tretmanet që i bona, po e vërej që fytyra jam kur gjago t'i s'ka ma. Thashtë ja të regoj edhe një herë lëkurën me një trit pak ma të mirë. Unë po e vrej që shumë më pak pore ka nisë me më po që të huna. Po alo jemi të pritës edhe një javë disa e marrë me rezultatin e plot.